Në një kohë kur sezoni turistik ka nisur me problematika të mbartura, zëvendës kryeministri Albana Koçiu ka zgjedhur portin e Sarandës për të servirur premtimet e radhës qeveritare. Përmes një gjuhë që synon të fshetë dështimet e menaxhimit në terren, Koçiu e prezantoi Shqipërinë si shembull të Europës për mungesën e radhëve, ndërkohë që realiteti i pikave kufitare flet për të kundërtën. Koçiu u përpoq të krahasonte situatën në Shqipëri me sistemet e Bashkimit Evropian, duke pretenduar se vendi ynë po menaxhon fluksin më mirë se vendet anëtare, një deklaratë që ngjan më shumë me propagandë elektorale se sa me një analizë të mirëfillt të situatës në kufi. Shqipëria është cilësuar nga shumë burime si një shembull për mirë menaxhimin e kufirit dhe mungesën e radhëve. Dhe ky shembull i vendosur nuk është rastësi, por produkt direkt i një pune shumë voluminoze të institucioneve tona. Plani masave i prezantuar nga zëvendës kryeministra përfshin listën e zakonshme të premtimeve, shtim sportelesh, patrullime në det dhe gatishmëri të zjarrfiksëve. Policia e shtetit, policia rrugore, policia kufitare, të gjithë institucionet e tjera kanë nisur dhe kanë vendosur në zbatim një plan masash duke filluar nga shtimi i sporteleve dhe personelit në detyrë në pikat e kalimit kufitar, përmirësimin e sinjalistikës rrugore, caktimin e kalatave të dedikuara për anije turistike, lehtësimin e procedurave të kalimit të kufirit, si dhe patrullimin e vazhdueshëm të hapësirave bregdetare për të garantuar sigurinë në det nga mjetet lundruese. Shërbimi kombëtar i zjarrfikseve është përgatitur gjithashtu për të përballuar çdo situatë, sidomos sa i përket mundësisë së vatrave të zjarrit. Megjithatë, përtej deklaratave për qendra shëndetësore verore dhe evente kulturore, qeveria nuk adreson problemet reale që shqetësojnë bizneset e jugut, si rritja e pakontrolluar e çmimeve, mungesa e fuqisë punëtore dhe pasiguria në plazhe nga mjetet lundruese, të cilat çdo vit shkaktojnë tragjedi. Në vend që të analizonte sfidat reale të një sektori që po rritet në mënyrë organike pa ndihmën e duhur shtetërore, zëvendës kryeministra u mjaftua me retorikën e suksesit të garantuar.